Çfarë gatova për motrën që erdhi në Angli? Do t'u tregoj tani gatimet që përgatita, që t'i presë kur të kthenen nga aeroporti, që kuptohet janë të lodhur nga rruga, po vjen bashkë me djalin e saj, edhe çfarë do të shtroj për drekë, se arritën në drekë. Tani, siç mund të shikoni këtu po përgatitë një ngasër ose pispili, thojeni si të doni juve. Në fillim po laj të gjitha lakrat me radhë. Unë në ngasër hedh spinaqe, preshë, qep të njoma, qep të thata. Një herë kisha hedhë edhe kungull edhe doli perfekte, kësaj radhe nuk kisha kungull edhe me që nuk kisha kohë të shkoja të bleja, nuk i hodha kungull kësaj radhe, po prap doli shumë e mirë ngastra. Pasi I lava të gjitha lakrat me radhë, do t'i pres në copa të vogla. Disa nga lakrat tani unë do t'i skuqe, se u jep një çik shije më të mirë, ashtu si kur ëmbëlsohen, edhe ngastra merr një shije fantastike, edhe spinaqin nuk do ta skuqe, vetëm do ta shtryth me ujë. Do ta shtryth me kripë, që t'i iki uji shumtë edhe do ta lë ashtu. Këtu siç shikoni preva qepën e njomë edhe qepën e thatë, I vendosa të dyja bashkë në tigan me shumë vaj, kuptohet se lakra duhen vaj, vaj e ha lakrën, si thotë edhe mami timë. Këtu fillova që të preshët edhe pash që brenda presha ishte e prishur, ndaja edhe hoqja e pastrova, edhe fillova të pres ato që janë në rregull të pastërta. Të mos jenë të prishura, jo ka rëndësi. Tani, pasi u skuqe qepa, e njom edhe e thata, e vura më njanë, se tek tigani tyre, hodha preshët. Preshët tani, si që shikoni, duan edhe këto shumë vaje, që të hahet ngasra. I vendosa dhe ato të skuqen, edhe në një kohësisht unë po pres spinaqin, të cilin si që thashë, do t'jedh një qikrip nga lartë, edhe, ja po skuqet presha këtu, do t'i hedh kripë dhe do t'a shtrythë, avash që t'i heqje ujin e shumtë, se nuk duam që ngasra të na dali shumë e ujshme, ose të dali ashtu si qullë. Tani, tek preshët, tek qepët, më falni, hodha spinaqin, hodha preshët, të cilat I skuqja, edhe këto janë ato që hodha si lakra. Një çik krip, një çik piperë, nga lartë I hodha majdanos, sa më kishte mbetur, se majdanozin ma ka dhënë mami nga Shqipëria edhe është I thatë është bio. Kjo është kopër që I hodha nga lartë, edhe këtu që po I bie aromë është, si e themi këtë tani, dhiozmo, nenegjik, e gjeta, I hodha dhe një qik nenegjik brënda. I trazova të gjitha bashkë, këto ishin edhe erzat që I hodha, dhe tani të përgatiti mielin. E di që shumë nga juve mielin e përgatisni me kos, me qumësht, me gjëra të tilla, neve përgatisim thjesht me ujë dhe me kripë. Disa më thoni që po nuk duhet që të bëj ato qarat nga lartë ngasra, neve na pëlqejnë që qahet ashtu mielli nga lartë, edhe bile nga lartë do t'u tregoj se e bëjmë një çik ndryshe. Tani, poshtë tek tepsia, e leva me vaje, nuk I vura letër kuzhine, se po ta lyej me vaje është okay, nuk do më ngjitet ngasra. Hodha përzierjen e miellit që përgatita, kuptohet që është miell misri, se ngasrën e bëjmë me miell misri, edhe nga lartë I hodha të gjithë përzierjen e lakrave që kisha përgatitur. Do të hap mirë, që të ndëret mirë në tepsi, të hapet mirë, edhe pasi I kam hapur edhe lakrat, do vazhdoj me mielin nga lartë. Tani si shikoni mielin nuk e bëj bashkë me ujët, që të bëhet ashtu si brumë, po ja hedh kështu me dorë avash, derisa të mbulohen të gjitha lakrat nga lartë, edhe pasi e kam hedhur mielin, do ta spërkat me ujë. Kështu e bëjmë pjesën e lartë të ngasrës neve, pa kosë, pa qumësht, edhe nuk I hodha brenda djathë, se nuk më pëlqen me djathë brenda ngasra, më pëlqen të ha me djathë më njanë. Nga lartë një çik vaj ulliri, dhe është gati për furrë. E vendosim në furrë ngasrën, edhe derisa të na piqet ngasra, si shikoni ju është gati. Unë do përgatitë edhe gatimin e dytë. Shikoni ngasra doli fantastike o njerës, e pjekur kështu nga lartë edhe brenda shumë e butë. Tani, gatimi I dytë që do përgatitë është oris, tepsi me oris me pulë, është pulë fshati, të cilën e marr nga produkte fshati edhe e di që del fantastike, bie aromë të mirë e gjithë shtëpia. Unë po e pastroj një çik këtu, po I heq pjesët e tepërta që nuk duhen, edhe me që dua që ta skuqë, në fillim do ta pres në copa të vogla, se besoj se kur prihet në copa të vogla skuqet më mirë pula. Derisa ta pres e di unë se çhoqja, se nuk jam edhe shumë eksperte në të prerjen e mishit, po nejse tani ja dola mbanë.
Puna është që ta bëj copa sa më të vogla që të mundem ta skuq, siç u thash, në tenxhere presioni. Sekreti që të dali tepsia me orisë dhe me pulë e shishme është qepët e shumta që do. Sa më shumë qep t'i hidhni, aq më mirë delo njerës. Qepët kuptohet që do skuq pulën bashkë me to. Edhe përveç qepëve, dua t'u them që unë i hodha brenda edhe karotë, edhe specë. Mund t'i hidhni dhe salcë domate, vetëm që unë më duket që salca e domate sikur i prishë shijen pulës, ndaja edhe nuk i hedh salcë domate kësaj tepsie. Mund të hedh në vende në gjëra të tjera, po jo këtu. Siç u thash, një specë dhe një karotë, ta grije për shije, edhe që të mundem të skuqe qepën edhe pulën dhe të gjitha së bashku. Pasi është skuqur një çik pula në fillim, i iki uji shumtë, i hedh vaj ulliri, e lë as 2 minuta që të skuqet me vaj, edhe pastaja do t'i hedh qepën siç shikoni me bollëk siç u thashë, karotën, specin, do t'i skuq të gjitha së bashku, një çik verë kisha, edhe ndaj nuk isha verë të bardhë, i hodha verë të kuqe, nuk ka problem. Verën nëse nuk e doni mund ta shmangni. Pastaj nga këto erza, siç mund të shikoni, i hodha kripë, piper të zi edhe tarmerik, ujë, e vë që të vlojë në tenxhere presioni dhe njëkohësisht do përgatitë orizin. Orizë do hedh 2 kupa me orizë, do ta laj ta shpërlaj një herë orizin, edhe pastaja do ta lë gati ta hedh në tepsi derisa të më bëhet pula. Dua t'u them që orizi e ka 1/2 zakonisht, do me thënë një orisë, e 2/2 lëngë, ose ujë, ose lëngë mishi. Unë në këtë moment kisha lëngun e mishit si që patë, vetëm që pula nga që u zije goxha, edhe e hoqa më njanë, që të më tretet fare kur të jetë në tepsi. Ndaj edhe po e vë më njanë pulën tani, nuk do ta vë nga fillimi, do ta vë nga fundi, pasi të jetë zier ca orizi, siç do t'u tregoj edhe më pas në video. Të gjithë lëngun tani me qep, me speca, me karota, lëngun e mishit, ja hodha brenda orizit, nuk i hodha krip të tepërt, me që kishte krip lëngu, edhe do ta vendos në furrë avash të zier në 180 gradë, do ta lë një herë orizin, pasi është zier goxha, mund të them, prej fundi, do ta heq tepsin, si shikoni këtu, dhe do vendos nga lartë pulën, që të marrë një faqe, si që themi neve, pula nga lartë, edhe të marrë dhe shijet i gjithë orizi dhe të piqet edhe një çik pula, e cila është e zier, edhe kështu ta lëm nuk ka problem fare, po kuptohet tepsia me oriz e do dhe pulën nga lartë. E vendosha dhe pulën, ja si shikoni, do ta vendos prap në furrë tepsinë që të marrë një faqe, edhe të bëhet edhe orizi ashtu i kuqëremt, edhe pula po ashtu, që të jetë gati edhe gatimi dytë. Këta janë 2 gatimet, të cilat përgatita për motrën edhe për nipin, që do kthehen nga aeroporti dhe kuptohet që janë të lodhur, edhe duan të hanë ushqim shtëpie. Ja, shikoni sa mirë që doli edhe tepsia. Të kaloni një ditë të bukur, edhe më thoni juve me çfarë i prisni njerëzit kur u vinë në shtëpi.